Në fakt, si gjithmonë ju prap fituat. Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin e ndëruar për jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kurrë, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Madje ju e vullosët fitoren kur festuat kërrimin me forcë të Maduros nga shtëpia e tij në Caracas dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Maduros nga ajo zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjet dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Tani, ju mund mendoni se unë po talem. Mund të talem këta me ju. Unë me ju nuk talem. Unë s'talem kur me fitore tuaja. Dhe sot, ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë se do dorëzohen vetë, paqësisht në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit të Paqes. Pra, ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikopteret e ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Vetëm kaq, po kjo është fitore e juaj. Ju arritët këtë, fituat dhe këtë herë, me faljush që mbushët dynjan, duke thënë se unë nuk isha, fillim thatë nuk ka ftesë, se unë jam mësuar me ju, ja pak nga pak. Edhe se pastaj mbyteni dhe larg qoftë të mbyteni ju. Nuk ka ftesë. Doli ftesa, jo, po këtë ftesën e ka gjithë bota. Tani më thoni nuk jetë bordi. Okej. Po ngatruat pak se nuk e keni idenë se si strukturohen grupet ndërkombëtare. Grupet e strukturuara ndërkombëtare kanë një organigram që ju nuk e kuptoni. Po s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po. E fituat për zotin, bravo. Po ju fituat edhe për një arsye tjetër. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të Bordit, po denoncimi juaj më detyroi të hiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidentin Trump të më pranoj pa pagesë. Dhe gjithë do, mos e ulni vigjilencën, që t'jeni brenda çojnë në SPAK Bordin e Paqes për pranimin tim aty. Se SPAK-u tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim shërbitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel ku shkruaj letra nga populli. Kështu është bërë SPAK-u. Çoni edhe këtë letër dhe me që e quhet një herë, se këta e dini kanë quar Tony Blair në SPAK. Dhe nuk doli gjë. Tani çoni prap Tony Blairin, se kush e di del në një provë si ato që mbajnë në gjyq, në burg pa gjyq Larierit, për cilin deri tani janë shkruar 3 volume të një romani policor, po provë për korrupsion për kryebashkiarin e Tiranës, s'nuk.
Sluk. Prandaj, juve as mos e vrisi më në fare. Punë e marrë shumë se Toni Blej s'ka marrë kur 100 ka shtetë shqiptar. Punë e marrë shumë se pa Toni Blejin nuk do kishte ndodhur bombardimi i Beogradit dhe futja e NATO-s në Kosovë, që ju e doni aq shumë atë Kosovë, dhe prandaj nuk ndalua së quaj naftë e Slobodani dhe nuk lat gur pa luajtur sabotonit Rambujen dhe nuk lat fjalë të poshtër pa thënë për UÇK. Nga dashuria për Kosovën e kishin. Qojnë në SPAK, se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, SPAK-u është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Ju fituat, unë nervos, unë kam pasionin e atij që shef se si të gjitha kurthet në pyll janë plot, hap. Po, për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Mua më ka ardhur rradha kaq herë më ka ardhur rradha sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin janë bërë tani si lekë të vjetra. Por ju fituat për arsye tjetër. Ndalët pushtimin e Shqipërisë nga palestinezët. Se denoncuat një komplot në kurriz popullit shqiptar që bashkë me 1 miliard që do merja unë nga taksat për të shkuar atje, se ju kujtoni se Amerika blihet, si që doni ta bleni ju me ato miliona tuaja që ja u japin patriotët. Janë ca patriot atje që shesin hamburger dhe paguajnë që juve të shplani atë që nuk shplahet dot. Faljush, palestinezët nuk do vinë. Nuk do vinë nga Gaza në Shqipëri, po ju duhet ta çonin SPAK projektin e kampusit Universitetit Durrësit, se e di si than apo jo. Po bëhet kampusi Universitetit Durrësit për cilët palestinezët. Një kokë e madhe nga radhët tuaja tha 2 milion palestinez do vendoseshin te kampusi Universitetit Aleksandër Mojsiu. Se luli iku, po 7 mbeti. Aritmetika, edhe kur bëni llogaritë e eksporteve, ajo është. Tani, qojnë i SPAK-ut dhe kërkojnë me një urgjent, atyre që paguajnë në Amerikë. Ora i Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe me magjia u bën më të thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja qohet i kongresmenit, se e kanë në gjepat kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Qohen Latifit ashti edhe thuajni të dali ta këndoj e kongresmeni dhe pastaj ta merrni ju këtu dhe thoni Kongresi Amerikan. Ai kongresmeni dhe Kongresi Amerikan kanë po aq lidhje sa që kishin amendamentet e Nard Nokës me projektligjit e Partisë Socialiste. E kuptoni ju? Tani ka dhe gjë tjetër. Mos e lini pas dorat punën non gratës për mua. Në asnjë mënyrë se siç ju kanë dalë të tëra fjalët, do ju dali dhe fjala